Linjën e arrogancës që ka treguar Egli me rikthimin e saj në shtëpi, po e tregojnë dhe persona që i menaxhojnë Instagramin. Në një postim është ironizuar fakti që personat që flasin, pra janë bërë të gjithë psikolog, janë bërë të gjithë analist, janë bërë të gjithë psikiatër. Nuk është shumë e bukur të komentohet në këtë mënyrë për persona që komentojnë lojën e Eglit, pasi ishte ajo që dinjitetin e saj e paska lënë në shtëpi dhe ju desh 70 ditë që ta humbte dhe tu rikthente prej 9 ditësh në shtëpi, ta merrte dhe tu kthente në shtëpinë e Big Brotherit për të bërë lojë. Njeriu dinjitetin e ka 24/7 dhe nuk e humbet dhe nuk e ngren atë, por lua me këtë dinjitet dhe tregon se sa vlerë që ka. Padyshim që rikthimi i Eglit i jep formatit dhe i jep Big Brotherit një tjetër i jep një tjetër, le të themi, qëndrim ose i jep një tjetër ngjyrim, e shton më shumë audiencën, por nga ana tjetër edhe nuk po pëlqet kjo Egli e re. Kjo Egli e re e cila po këndon më shumë, kjo Egli e re e cila po jep pafund informacione nga jashtë, e nëse një banor tjetër do ta bënte këtë, padyshim që do të merrte një ndëshkim nga vllai i madh. A do të ketë një ndëshkim nga Egli apo Egli është lojtare e produksionit? Pasi edhe këngën e saj me Kellin e kemi në kanalin zyrtar të Top Medias, pra një kontratë midis tyre paska. Do të shikojmë nëse vllai i madh do të japi një dënim për Eglin për morinë e pafundme të informacioneve që ka sjell gjatë qëndrimit të saj 9 ditë jashtë dhe i ka futur brenda shtëpisë së Big Brotherit. Nga ana tjetër, ajo me vetdije apo e inskenuar për godet Rozanën. Por në sytë e publikut, viktima nuk del Egli, po del Rozana, e cila ka qenë në ditën e parë të fillim të Big Brotherit qëndrim në atë shtëpi, dhe le të themi që gjërat i ka thënë haptas edhe pse disa herë fshehurazi, por në këtë rast fiton pikë kundër Eglit, e cila vijon të sjellë informacione. Nga ana tjetër, raporti i saj me Xhesin është i qetë, në hije dhe as pak konfliktues. Madje Egli i ka thënë që unë ty të dhash mundësit, përsa ko isha këtu brenda, pra mundësi nuk ka. Në këtë mënyrë, Egli po tregohet një lloj njeriu i ftohtë, se si mund të jesh i ftohtë për një person që sakrifikove veten, sa mirë që i pasa bërë qëndrimi jashtë për 9 ditë, e pas ka rimarr veten dhe u rikthye e ftohtë. Nga ana tjetër, gjestet e Xhesit po komentohen dhe kanë poshtuar rrjetet sociale. Ai është nëna i xhesteve. Padyshim në një situatë kur me rikthimin e Eglit ndoshta i është vënë si litarin fytë dhe ndihet paksa si i përhumbur, ai me adrenalinën, me të gjithë humorin, me të gjithë, le të themi, shpërthimet e tij apo dhe me lojrat apo dhe me xhestet që bën, ka arritur që të nxjerrë edhe të krijojë situata të tjera, siç ishte kur puthte murin, siç ishte kur bënte monolog me veten, por i fliste dhe lopos, siç ishte edhe rasti tjetër që fali namaz, siç ishte edhe rasti teksa e pam sot në mëngjes që kishte fjetur në dysheme. Pra Xhesi është një mjeshtër i situatave edhe një lloj viktimizimi, pasi ndoshta ai nuk e din se si realisht është parë në sytë e publikut raporti i tij me Eglin, dhe duke pasur këtë frikë i futi marshin e 5 edhe shkoj direkt tek viktimizimi, duke bërë këto situata që sapo i përmenda. Nga ana tjetër, po përflitet për një kontratë, është për folur shumë këto ditë, por nuk është për folur për shifrën. Me sa duket, kontrata midis Xhesit dhe Top Channelit, sikurse u fol sot në panelin që isha i ftuar në Kosova Today, është në shifrën 500.000 euro. Nuk e di se sa i vërtetë është ky informacion, por u tha dhe po e ndaj me ju. Sigurisht që është një shifër marramëndse, por ndoshta kjo do të jetë edhe një mënyrë shpagimi, e ndoshta Xhesi nuk do të marrë çmimin e madh që me sa duket këtë vit po bëhet lecke copë me dënimet që vëllai i madh po i jep banorëve, duke i zbritur nga çmimi i madh. Por ku të gjithë presin një lloj ballafaqimi, për mua personalisht nuk ka se çfarë ballafaqimi të ketë ajo me Xhesin, kur të dy janë të vetëdijshëm për veprimet që kanë bërë. Ndaj e mira e udhës është që gjithë secili të vazhdojë rrugtimin e tij, edhe pse Xhesi e ngacmon Egli buzëqesh, ajo Xhesi e provokon, padyshim që janë në një shtëpi dhe do të kenë një lloj komunikimi dhe një lloj marrëdhënie, por të gjithë janë të interesuar, le të themi, që Egli ta vë pas murit dhe ta godasi, ose Xhesi ta nxjerrë atë nga loja. Interesante është se si do të vijojë ky raport midis tyre, a do të kemi një ribashkim, a do të kemi një nisje e cila do të fillojë me një lidhje, apo fundi midis tyre është shënuar që me ikjen e Eglit për herë të parë nga ajo shtëpi.
Nga ana tjetër, unë kam treguar që brenda shtëpisë është një suite që ndoshta sonde do t'i jepet Jozit, pasi ai në mënyrë më të bukur dhe mjeshtërore i bindi të gjithë banorët që Lopa ishte sa zën dhe kishte një vic brenda. Me sa duket, të gjithë e hëngën karrimin e Jozit dhe besuan këtë gjë. Por do të shikojmë nëse do të jetë ky fituesi i suitës, pasi të gjithë janë me sy e vesh për të parë raportin e tij me Loredanën. Kjo e fundit, në syrin tim për edhe të gjithëve, është kthyer në personazhin më pozitiv në atë shtëpi. Personazhi i cili po bën ironi, po bën meme, po krijon situata, është kthyer në një lloj, le të themi, është kthyer në një lloj ëmbëlsie të shtëpisë, gjë që ëmbëlsitë në atë shtëpi janë të pakta pasi ka debate fiktive, qesharake, ofendime, gjuhë rruge dhe Loredana e ka pozicionuar mirë veten dhe ka këtë karakterin që është hit në rrjetet sociale për meme dhe për batuta të bukura. Sonde do të kemi një prime të gjatë, ku padyshim do të gjykohet dhe do të komentohet shumë rikthimi i Eglit. Disa banora aty brenda nuk e kanë pëlqyer, një ndërto edhe Rozana, e cila u zvert thoshtunën, siç kishte edhe kostumin që kishte veshur. Por nga ana tjetër, ka edhe nga ata banor që janë gëzuar, ajo është Danja, Loredana, Kelly, që i kanë parë më shumë të afërt me Eglin, një ndërto edhe Gerta, me të cilën ka pasur debate të forta, por i ka pasur përballë. E me sa duket, gjithçka që Egli ka parë jashtë, po e vën në zbatim me futin e saj brenda.